Puthja që nuk ndodhit, tradhtia e heshtur, ka momente në jetë që duken të vogla, por që mund të lënë gjurmë të mëdha. Një shikim, një buzëqeshje, një lëvizje e vogël e trupit, të gjitha mund të ndryshojnë rrjedhën e historisë. Dhe ka ndjenja që lindin pa paralajmërim, të papërgatitura, që bien mbi ne sikur stuhia e pranverës. Në shtëpinë e Big Brother Kosova, diçka e tillë po ndodhte. Limi dhe Dolçja ishin duke kaluar një moment intim. Nuk ishte thjesht lojë, nuk ishte shaka. Ishte diçka më shumë. Një ndjesi që tërhiqte zemrat e tyre, që i bënte të ndihen të gjallë, të lidhur, si dy njerëz që gjejnë njëri tjetrin mes kaosit të kamerave dhe izolimin. Lëvizja e parë, shikimi i parë i afërt, një buzëqeshje që zgjaste më shumë se zakonisht. Ata po afroheshin ngadalë, ndjesia po ndërtohej dhe në mendjen e Limit një gjë po bëhej e qartë, po vinte puthja e parë. Një puthje që nuk ishte vetëm puthje. Ishte premtim, ishte hap i ndjeshëm, ishte lidhje që shpesh nuk ndodh në fillimet e shpejta të një loje si kjo, por papritmas, Dolce u shfaq aty. Jo si pjesë e lojës, por si ndërprerës i një emocioni që po lindte. Jo me fjalë të forta, jo me gjeste të dhunshme, por thjesht duke qenë aty, duke ndërprerë ritmin, duke vendosur një distancë midis tyre. Dhe në atë moment, diçka ndryshoi. Një ndjenjë që kishte qenë e pastër, e brisht, filloi të shndërrohej në diçka tjetër. Tradhtia që nuk shihet, tradhtia nuk ka gjithmonë forma të dukshme. Nuk është gjithmonë një veprim fizik. Ndonjëherë, ajo është mendimi që largohet, është ndjenja që zgjidhet për ditë tjetër, është zgjedhja e tërheqjes nga një dashuri që ishte e qëndrueshme. Kur Limi shikonte Dolçen, kur zemra e tij filloi të dridhej nga emocionet e përbashkëta, ai nuk e kuptoi menjëherë se po tradhtonte diçka më të vjetër, më të sigurt, diçka që nuk kishte mbaruar ende. Alban, çdo buzëqeshje, çdo afroje, çdo moment i thjesht ishte një hap më tej në diçka që nuk ishte planifikuar. Ai po kalonte kufit e ndershmërisë emocionale, edhe pa e kuptuar. Ishte tradhti, e heshtur, e ndjerë më shumë brenda se sa jashtë. Dolçja, duke hyrë papritur, nuk e prishi vetëm momentin fizik. Ajo zbuluar një realitet të fshehtë, ndjenjat e Limit nuk ishin thjesht për të, por për ditë tjetër. Dhe ky realitet filloi të ndikonte tek të gjitha ata që e vështronin nga jashtë. Një veprim i vogël i Dolçes, një ndërhyrje spontane, kishte zbuluar të fshehtën. Konflikti i brendshëm, brenda Limit nisi një konflikt i thellë. Një pjesë e tij ndjente kënaqësinë e afërsisë me Dolçen. Një pjesë tjetër ndjente dhimbje, faj dhe turp. Ai e kuptoi menjëherë se ndjenja e tij për Albën nuk kishte ikur. Në fakt, ajo ishte më e fortë se kurrë. Por zgjedhja e gabuar, impulsive, e kishte çuar në një situatë ku emocioni ishte përplasur me moralin dhe ndershmërinë. Ai dëshironte të ishte i sinqert. Por ndonjëherë është shumë vonë. Një moment i papërshtatshëm mund të shkaktojë pasoja që zgjasin për një kohë të gjatë. Ai nuk kishte menduar se një puthje që mund të ndodhte do të ishte kaq vendimtare, dhe një ndërprerje kaq e thjeshtë do të ekspozonte dobësinë e tij të brendshme. Pritja dhe dhimbja e Albës, ndërkohë, Alba, e cila kishte ndjekur ngjarjet me kujdes dhe me një ndjesi të brendshme që vetëm dashuria e vërtetë mund ta krijojë, filloi të ndjente një dhimbje të thellë. Ajo e kuptoi se Limi po shkonte emocionalisht drejt dikujt tjetër. Një dhimbje që nuk kishte zhurmë, që nuk kërkonte shpjegime, por që thjesht ekzistonte. Dhimbja e Albës nuk ishte pasion i mbetur. Ishte një ndjenjë që vinte nga tradhtia e ndjenjave të saj, që shikonte dikë që dashurohej nga zemra e saj, por që ndoshta nuk po e kuptonte plotësisht vlerën e asaj që kishte. Reflektimi dhe pasojat, Limi kuptoi gabimin. Ai kuptoi se çdo moment afërsie me Dolçen po bëhej një ndarje nga ajo që ishte më e vërtetë. Tradhtia nuk ishte e dukshme për të gjithë, por ishte e ndjerë thellë në zemër. Një veprim i vogël mund të krijonte një val ndjesish, dhimbje, faj, pendes dhe ndjenja të pashprehura që nuk mund të fshiheshin pas buzëqeshjeve të kamerave. Ai u përball me dilemat e tij, vazhdon me emocionin e shpejtë, të fuqishëm, por të pavërtetë. Apo rikthehet te ajo që është e sinqertë, e vërtetë, e qëndrueshme. Ndërgjegjësimi dhe momenti i ndërgjegjësimit erdhi pikërisht atë ditë. Një ndjesi e thjeshtë, e heshtur, por e fuqishme. Dashuria e vërtetë nuk mund të zëvendësohet me emocion të shpërthyer. Limi e kuptoi se Alba kishte qenë gjithmonë aty, në sfond, duke pritur, duke besuar, dhe dashuria e saj ishte më e qëndrueshme se çdo ndjenjë kalimtare që mund të provonte me Dolçen. Tradhtia thjesht ishte një pasqyrë e gabimeve të tij. Një reflektim se ndonjëherë zgjedhjet e gabuara mund të bëhen evidente vetëm kur dikush ndërhyn, duke na treguar atë që ne nuk dëshironim ta shikonim.
realitetin e ndjenjave tona të vërteta, mësimi i heshtur. Kjo histori nuk përfundon me bujë apo skandal. Ajo përfundon me një kuptim të thellë. Ndjenja e vërtet nuk shuhet me gabimet të momentit. Tradhtia, edhe nëse është e heshtur dhe e papërfillur nga të tjerët, lë shenjë. Dhe kur njeriu e kupton këtë, ai mund të zgjedhë të kthehet te ajo që ka vlerë, te ajo që nuk ka ikur kurrë, dashuria e vërtetë.